që Edi Rama nuk pyet për ligjin, përkundrazi, e shkel atë sa herë që i nevojitet për të arritur qëllimet e tij, kjo nuk ka asnjë dyshim. 4 muaj para datës së zgjedhjeve, sipas Open Procurement, investime gjatë kësaj periudhe të ndaluar në rang vendi nëpërmjet zhvillimit të procedurave të prokurimi për punë publike kapën vlerën 33.3 milion euro. Punësime, 75 vende pune me anë të VKM-s numër 110 datë 19 shkurt 2025 për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil për vitin 2025. 2301 vende pune total me anë të VKM numër 19 dhe 181 datë 20 mars 2025 për punonësit me kontratë të përkohshme në njësitë e qeverisjes qendrore. Sipas spending data, shpenzimet për paga gjatë periudhës 11 janar deri 7 maj 2025 janë 41.7 milion euro ose 7.2 milion euro më shumë se e njëjta periudhë krahasuar me vitin pararendës. Pagesat e paaftësisë nga data 11 janar deri 7 maj 2025 janë 13.5 milion euro ose 2.2 milion euro më shumë se e njëjta periudhë krahasuar me vitin 2024. Bonusi i pranverës 62 milion euro për 730.430 pensionistë. Falja i gjobave me anë të VKM-s datë 9 maj, vetëm 2 ditë përpara zgjedhjeve, për përcaktimin e procedurave që ndiqen për shfuqizimin e masave administrative të pa ekzekutuara nga janar 2015 deri nëntor 2024. Dhe deri këtu, fatura e Edi Ramës shkon 104.7 milion euro, para publike të përdorura gjatë periudhës zgjedhore me qëllim elektoral nëpërmjet prokurimeve, punësimeve, bonuseve e të tjerë. Duke marrë të mërqën heshtjen e SPAK, këtë faturë po ja nisim Edi Ramës direkt në samitin që po mbahet në Tiranën tonë. Dhe nga foltorja e Partisë Demokratike, një pyetje shkon për sallën e samitit. Të nderuar zotrinj, a ka ndër ju ndonjë kryeministër a përfaqësues shteti që bën të njëjtën sjellje si Edi Rama kundrejt ligjit e kundrejt popullit të tij, vetëm e vetëm për të mbajtur me çdo kusht pushtetin e tij?